përcjapën duke filluar nga ky javë do të thonë që të ndjeni një ndryshim vërtet shumë të madh. Do të kemi lajme të shumta për shtatzani, lajme si nga të tjerët, po ashtu dhe vetë. Prandaj dhe në qoftë se nuk dëshironi diçka të tillë, do t'i këshilloj që të jeni të vëmendshëm. Takime të papritura, surprizë. Këto faktikisht janë ndikim shumë i madh në jetën e tyre sentimentale, duke qenë se gjatë kësaj jave mund të kemi prezantime ose më them fillime të menjëhershme një personat që mund të jenë të njohur. Mund të filloj të rahej zemër pa menjëherë dhe këta personat që përmendëm mund të jenë persona të njohur ose siç thotë tek shenja e akrepit, persona të cilët mund të kenë pasur ndjenja për një periudhë të gjatë. Frika nga se do të kenë dhimbje ose do mund të përjetojnë dhimbje, mund t'i mbaj pak mbrapa. Kjo është e vlefshme jo vetëm për çështjet sentimentale, po ashtu është e vlefshme edhe në çdo gjë në jetën e tyre të përditshme. Pra sepse do të duan që të kontrollojnë çdo detaj të jetës së tyre dhe në këtë rast mund të humbasin vërtet shumë, mund të humbasin mundësi për të krijuar një lidhje të shëndetshme, mund të humbasin mundësi për të krijuar një mirëqenie materiale. Ajo çfarë do të këshilloja, do të dëgjoni zemrën e tyre, sepse do t'ju tregoj vërtet rrugën e duhur. Në një detaj tjetër që është vërtet shumë e rëndësishëm, mund të përballen me personat të cilët janë hipokrit,